E kemi shumë të drejta në këtu, po që për e keq përdorim, aty shteti duhet me reagu. Për shembull, lagjën Dardania, në lagjën ku ishte kjo tjetra e Bahollëve, unë po shkoj me vetur, e kam takimin shumë të rëndësishëm biznesit. Aty kanë dalë edhe 10 kera mas meje po presin, ata mu falë, disa u detyrun u detyrun kanë dalë në rrugë. Nuk është puna që s'kanë xhamia. Xhamia ndoshta 1 kilometër më andej ka xhami, po shkojnë në atë xhami sepse është një predikues i mirë. E kuptoj. Predikuesve të mirë, nuk e bëjnë predikues mirë, po është manifestim politik që bojnë. Jo, si mas atyve, është një predikues i mirë. Mos kalojnë prapë me diskutu çështje se ku falin, ku zgjedhin të falin njerëzit. Taravia është në pyetje. Edhe Taravia që po bëhet në sheshe atje këndej në për Evropë. S'ka lidhje me Islamin. Pra, në Bahollë ti mund pengon. Knina feja më thot nëse... Ata vaj një pyetje zonja Auditore. Dhe shteti du të me thënë, okej, zotni, Shefshet, Krasniqi, apo filan Fisteki që ki shumë xhamat. A pedon sallën një tetori për Ramazan? Edhe na le qytetarët tjerë rahat? Mos ju të jeni hoxhat e Dardania, a pedon sallën një tetori më renda në sallë? Për 1 orë, kur që zbot? Kjo është demokracia. Kjo është kur shteti ta mbron edhe qytetarin fetar, edhe ato që mos të eritohet. Katoliki eritohet, jo besimtari eritohet. Zotri, po shkon ti në Gjermani edhe po falesh në rrugë. Kërkon, sa ton ditën jam me vetur, kërkosh s'm ka pengu. Pasha të madhin zot shkote e Bahollë ditën e xumave. Ditën e xumave, kreditve të javës, nuk është që najsa më ka pengu, por me gjithat prapë s'pëdu shumë me diskutu. Ose për Bajram. Qka kishe bati për 24 orë t'ishe qenë kryeministre, kalzëm? Për 24 orë kryeministre? Që nesër, 24 orë, zonja Auditi është kryeministre Kosovës. Ju personalisht, që i parë që i kështit në nëshkru. Kyç, veç ashtu, qka thot Albini unë e bëj? Jo, Deri sot s'ka ma mirë që ka udheq një shtet. Po kur do që vjen, udheqëm ndryshe. Udheqëm drejtësi kishëm qitë ma shumë. Cëllë është vendimi jëtë i parë që i kishën në nëshkru si kryeministre e Kosovës nesër? Nesër, me hek administrativ. Prokuroria duhet mu pastru prej loj abuzimeve që i bëjnë qytetarë. Mirë, qka kështë e bo, se unë jam kurështare me ditë, qka kështë e bo nëse ti do thët ishe konë kryeministre i bale. Drejtësine kishëm regullu, kur gjë tjetër s'duhet Kosovë. Konceptin drejtësi, cilën drejtësi? Qka është do thët që s'po shkon këtu? Drejtësia si mas Human Rights, United Nation, shumë është korekte për shtatët, o me krishter, o me musliman, o me ateist, vetëm si masaj deklaratës së drejtave. Mirë, e kështë ndru ditë pushimi djelen me të premte ti? Që ko po më prek. Okej, është kjo e pa drejtësi që jo bo. Jënë bo vetëm muslimanve, as jahudive, as të krishterve. Sepse jahudit e kanë... Jo, kishëm dhënë lehtësime, ta shtregoj. Jahudit e kanë shtunakët janë ata. Në Bekare 67, Zoti i ka shëndru në majmuna dhe në derra. Ashtu thot se kanë qenë shumë pa dëgjushëm. Prandaj jahudit e kanë përpendim ditën e shtun. Në shtetin komunist jahudive, mashallah, ja kanë lënë ditën e shtun. Krishterve, mashallah, ditën e djedhë. E neve kur gjo hiq. A peshe qëfar pa drejtësi? Kjo kishte me ardhë si solucion, ose kishte me ardhë për ata që falin namaz, vetëm për ata që falin namaz. Për shembull, në këtë studion t'ju të bukur, janë 100 punëtor, sa punëtor këtu falin namaz? 40. Okej, ditën e premte, ju mundeni me ardhë me punu. Mas gjumas ja kishëm ti po t'ishe kryeministre, do të ti do e kështë kriju një shoqëri teokraci, në fakt. Jo, më teokracia sa pasëm. Jo. Kreti ki teokraci në drejtësi, pasha zoti. Jo. Teokracia, do më thonë demokracia edhe teo është zoti, si mas zotit, kreti ki në Human Rights Consul, këto drejtat. Do thot ti, do thot karakterin lajk shtetit e kështë... Shiko, ligjet ekzistojnë, po nuk i zbatojmë të gjitha. Ashtë e vërtet. Ura i këbale, që ti kur të më zbatë kryeministre. Po nëse bëhëm naj kërshiltare, pse jo i tregoj unë.
Do me thonë, Zoja Iqbali sot na ka tregu që është drejt politikës.